Kemi shansin historik për ta sjellë Tiranën në rrugën e dur, me projekte dhe vizione që do e bëjnë jetën e qytetarëve më të mirë. Trokisnin çdo derë, bisedoni me çdo kënd, dhe dita votimit jetë dita e festës për ta sjellë Tiranën në rrugën e dur, me njeriun e dur, Erion Velin, Partinë Socialiste të Shqipërisë, numrin 23, numrin 6 dhe Aleancën për Shqipërinë Europiane. Katër vitet kanë kaluar, erdhi koha që ashtu si që bien bashk, të ngrihemi bashk, erdhi koha të ngrihemi, të marrim mbrapsht Tiranën tonë dhe ta kthejmë në punë, 24 orë në ditë, 7 ditë javës, 365 ditë të vitit. Kjo është Tirana jonë ku besojmë dhe këtë Tiranë dhe këtë shpirt Tiranës do t'ja rikthejmë qytetit në 21 qershor. E gjithë Shqipëria do të votoj për kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Europiane. Krye bashkia, krye qyteti, do t'jetë në krye të fitores më të thellë që është arritur ndonjëherë këtu në 25 vjet. Në 21 qershor ndahen dy epoka, e një Shqipërie me një keq organizim administrativ e territorial, nga një pushteti vendor i pahap për të bërë politika zhvillimi dhe punësimi, në një organizim të ri, falë reformës historike, madhore, që ne realizuam, e cila do të qenë një perspektiv të re për të gjitha komunitetet në të 61 bashkitë e Shqipërisë, e në mënyrë të veçantë në Bashkinë e Re të Madhe të Tiranës. Erioni ka mundësin të bëj shumë më tepër dhe shumë më mirë për gjitha aftësitë që ka, por dhe për një arsye tjetër. Kur unë nisa punën për transformimin e Tiranës, kryeministër ishte Ilir Meta dhe ishte mbështetja e tij e cila më dha mundësin për të bërë atë startin e parë që pastaj krijoi premisat e transformimit të madh. Ndërsa sot Erioni ka mbështetjen time dhe të Ilir Metës dhe të një aleance shumë më të madhe dhe shumë më të fortë se ç'ishte në atë kohë. Kemi dhënë provën se kemi vendosur të ecim në këtë drejtim për të arritur këtij qëllimi të madh. Besoj se në 21 qershor kemi legitimitetin që do themi të gjithë shqiptarëve, shtetin modern do ta bëjmë bashkë, prandaj nuk mundet dot që ju të rrini mënjan, sepse nuk është një përpjekje e radhës për një mandat radhës, por është një përpjekje historike dhe ne historinë duam ta shkruajmë bashkë me ju. Çdo vot që do të investohet për Erionin Tiranë dhe për të gjithë kandidatët tanë në të gjithë Shqipërinë do të jetë për ne një borxh që ne do ta shlyejmë me punë dhe punë. Për gëzime dhe mirënjohje Erionit, të gjithë protagonistëve të saj fushate, deputetëve, kandidatëve për Këshillin, të Partisë Socialiste, të LSI-s, të gjithë partive tjera, dhe shkoni në 21 qershor për të marrë atë që meritoni.